Jemi me pjesën e fëmijëve, edhe në këtë pjesë do të flasim me një këngëtare shumë të talentuar, po e cila na ka zbukuru studion, se po doket tepër bukur. Bashkë me mua është Jona Krasniqi. Jona, faleminderit shumë, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit edhe juve për ftesën. Jona, a e vesh shpesh uniformën, kështu si në studio këtu? Po, e veshi, sepse unë këndoj me shumë këngë popullore dhe i këndoj me zemër. Po, edhe për këtë edhe mundohesh edhe me vesh uniformën, për ndryshe po dokesh tepër të bukur, edhe të falenderoj që e ke vesh edhe në studio të na. Fillimisht, a e bona një prezantim të shkurt për këtë ata që po na shohin. Kush është Jona? Unë jam Jona Krasniqi, jam 10 vjeqe, vin nga shkolla Ibrahim Krasniqi, fshati Smallush, komuna Lipjani dhe kam pasion këndimin. Po, Jona, fillimisht në trego qysh ke nis me këndimin? Qysh e ke zbulu që ke pasion këndimin? A ka dhe dikush në familje, apo je ti e para që e ke nis? Unë jam e para në familje dhe talentin mua ma kanë zbuluar prindrit dhe stafi i shkollës. Unë për herë parë kam kënduar në festën e abetares të shkollës time, pastaj kam qenë e ftuar në talent show, ku kam konkuruar për 2 vite dhe jam shpërblyer me vendin e parë të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Po, i mojnë me në fillimet e tua të para në muzikë, qysh kanë qenë, sa kanë qenë emocionuse për ty? Unë kur kam filluar me muzikën, kam qenë 6 vjeqe, në fillim kam pasur emocione, por më pas jam mësuar me përkrojnë e publikut, me kamerat, me gjithë stafin e gjithë festivalit, dhe i kam të i kaluar gjitha emocionet. Cila ka qenë kënga jote e parë? Kënga ime e parë ka qenë Nëna ime, që kam shkruar vetë dhe ja kam kushtuar në nësimet të dashur, që jam munduar në atë këngë me falenderu për gjithë kujdesin që ma jep mua. Pra është një këngë që tekstin e ke bo vetë, ti edhe shkruan vetë, a? Po. Shumë mirë. Qka ke shkru për shambull në atë këngë? Qka flitet ma shumë? Flitet për raportin të andë me nëjnën, apo sim për gjithësi? Tregoj për kujdesin që ma jep, e falenderoj shumë dhe tregoj që unë do të jem me atë në gjitha momentet, edhe kur të rritëm, do shta arri edhe më shumë, sikur aja që shka qëndruam me mua edhe në atë. Po, cili është raporti juj? Qysh është raporti juj? Ne kemi një raport shumë mirë, prandaj edhe nëna ime për këtë se ime më e madhe, bashkë me babajnë tem. Po, Jona, qysh ndihesh tash kur e dëgjon pas shumë kohësh këngën tënde të parë? Sa ki emocione, qysh do këtë kur tash i ke bo 5 këngë tua, merë pjesë në për festivale, ke kriju një karierë, mirë po kur këthejesh pas edhe me pa qka ke bo krejt në fillimet e tua, qysh ndihesh? Ndihem edhe e lumtur, për edhe më këthen gjitha emocionet dhe vetëm i kujtoj ato momente kur ja kam filluar me shkru dhe si jam ndje. Po, përveç këngës të parë që i është kushtuar nënës, ti i ke edhe 4 këngë tjera, pra gjithse i ke 5 këngë tua personale. Për çka bëhet fjallë në ato këngë, edhe kur i ke publiku, çfarë periuda? Po, unë kam edhe disa këngë që titullohen Shkolla ime dhe Dua të këndoj, të cilat janë të kompozuara nga Studio N Records, teksti shkruar nga Ylber Glasoviku dhe videoklipi kryer nga Nuanca Film që i përshëndes të gjithë. Mirë shumë. Qëfar tema më përgjithësi të pëlqenë që ti këndosh edhe ti shkruash njëjtën kohë? Për shembull, unë kur e kam dëgjuar këngën time Shkolla ime, janë ndje shumë mirë sepse më ka duk që teksti e ka përshkruar gjithë shkollën time në përgjithësi. Po, trego për me shkru, qysh ke nis? Qysh e ke pa që ti ke talent edhe për me shkru? Sepse një këngëtare e cila dhe shkruan vetë, është e kompletume për mu. Sepse ma mirë se sa ti që e qetë ato që ndjen për mrenda, nuk mundet kërkosh me përshkrua. Po, one më fillim kam filluar të këndoj dhe pastaj kam thonë pse jo ta krijoj një vjersh. Por kur e kam shkruar vjershën kam mendu pse mos ta kthej në këngë dhe vetëm një është bërë melodia dhe është bërë një këngë shumë e bukur. Po. Kemi edhe shumë festivale ku ti ke marrë pjesë, po shumë mirënjohje, shumë certifikata, shumë çmime, dhe ke marrë pjesë edhe në talent show, ku ke fituar vendet e para. Cili ka qenë koncerti jot i parë, ose festivali jot i parë, ose paraqitja jote skenike? Po, festivali imi i parë ka qenë Lipjani këndon, ku e kam marrë çmimin e publikut, ku e kam edhe mirënjohjen këtë. Pra në vitin 2023. Që kam balë me në prej ati festivali? Qysh kanë qenë emocionet tua kur ke dalë para publikut? Ke pa gjithë ata njerës që po të shohin, e kanë gjithë vëmendjen tek ti? Normalisht kam pas pak emocione, por unë edhe në atë kohë jam mësuar, sepse kam kënduar për 2 vite në talent show dhe jam mësuar me publikun, prandaj kam pas pak emocione, por jo dhe shumë.
Po, pra fillimisht e ke nis me talent show. Po. Po pastaj kemi këtu disa çmime, a mundesh me na spjegu për secilin veç ka pak kështu Po. çat mundemi, sepse kemi edhe shumë të tjera që i kemi lënë në shtëpi, kemi edhe mbrapa sken, po nuk patëm Po. hapësirë për me i vendosë gjitha. Po, unë kam kënduar në festivalin Fëmijët e Gëzuar, ku jam shpërbler me vendin e tretë. Kam kënduar në festivalin Fluturat në Prizren, ku jam shpërbler për pjesëmarrje në festival. Po ashtu kam kënduar festivali Fluturat në Kumanov, ku jam shpërbler me vendin e tretë të vlerësuar nga publiku, dhe kam kënduar në shkollën gjermane, ku jam shpërbler me çmimin Gold, dhe më e rëndësishmja është në festivalin Melodia, ku jam shpërbler me vendin e parë. Po, trego pak si ndihesh kur të rritet emri për çmime, sidomos për vendin e parë, vendin e tretë, vendin e dytë, dhe po besoj që nuk ka më të rëndësishme se sa një çmim nga publiku, sepse tek e fundit ti këndon për publikun. Janë publiku ata që ndoshta e dëgjojnë ose nuk e dëgjojnë muzikën tënde pastaj. Po, në fillim unë ndjem shumë emocionuar, por tham ja dola tani. Masi një emrin tem thirrur për një çmim, tham ja dola. Po, edhe i harron krejt lodhjet edhe gjithçka që ke pas për më bëu gati për atë festival, Mirë shumë. Qysh e sheh vetën në të ardhmen në muzikë? Kush do t'jetë jona në muzikë? Në të ardhmen unë e shoh veten si një këngëtare e famshme dhe e njohur. A ke ndonjë këngëtare që ndoshta e ke si model, si inspirim? Po, unë e kam si këngëtare Shkurt e Fezën dhe Leonora Jakupit, që ja u këndoj këngët e tua, po ashtu dhe jam takuar me to, dhe kam leje që t'i bëj këngët e soja tani, edhe të Shkurtës edhe të Leonora. Qysh kanë qenë takimet me to, tregona pak, pra je taku me to, një të kohë ju ke tregu që ti të pëlqen këngët e tyre, edhe ato të kanë thënë që mundesh me i këndu sa herë që ti don, a? Po, më së pari jam takuar me Leonora Jakupin, ku kam shkuar në koncertin e saj, dhe kam pas mundësin që të takuar me të, dhe i kam treguar që unë këndoj këngën e saj mos e për kushtarin tem, dhe ka thonë që ke shumë e bukur dhe të ki leje që çfarë do këngët temen ta bësh ti. Okej, mirë shumë, edhe a mundesh me këndu pak prej kësaj kënge? Hajde, po të dëgjojmë. Mos e pre kushtarin tim që thiri liri, lere gurin let peshoj në vendin e ti. Mirë shumë. Pastaj ke pas takimin edhe me Shkurt e Fezën. Qysh ka shku? Shkurt e Fezën e kam takuar kur ka kënduar në Mërgata Fest në Lipjan, po ashtu edhe ajo më ka dhënë shumë komplimente dhe edhe ato ka marrë lejen që t'i këndoj këngët e soja. A i këndojmë edhe një këngë të Shkurt e Fezës? Po. Sepse unë po kam shumë qef me të ndëgju t'u këndu, edhe pse jo me shfaq talentin tonë edhe në studion tonë, e kemi kënaqësinë. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun, me i thurkang bas legendarit, ti këndoj adem jasharit, ti këndoj. Faleminderit shumë Jona, kini zo shumë të bukur edhe shumë të veçantë, përgëzoj shumë, edhe uraj që kemi me të pa në maja, edhe veç për mirë se sa Shkurta dhe se Leonora, masi veç këto që kanë shembujt e tu edhe inspirimet tua. Kur flasim për muzikën edhe ti që ëndron që t'jesh një këngëtare e njohur, sa ke pas për kraje në përgjithësi, qoftë edhe të vendit tënd, sepse ti me shumë krenari tregon nga nga cili fshat, kështu që po besoj edhe ata janë shumë krenare që një talente e tillë si Jona vjen pikërisht nga i vend. Normalisht unë kam përkrahje më të madhe më së pari nga familja, pastaj edhe nga stafi i shkollës, në veçanti drejtori i shkollës, mësuesi Ylber dhe arsimtari Ahan, që i përshëndes edhe ata shumë. I përshëndesim edhe ne të gjithë, edhe shumë mirë që të përkrahen edhe që janë brapa teje. Përveç muzikës, Jona, ke ndonjë pasion tjetër, ndonjë talent tjetër, apo je fokusu vetëm në muzikë? Po, përveç muzikës unë kam pasion e recitimin, kam pasion edhe vallën, por tani jam e fokusuar më shumë në muzikë. Po, recitimin edhe vallën, të bjen me praktiku shpesh në për koncertet shkollës ose diçka tillë?
Po, ndonjëherë, por jo më shumë se muzikën, sepse muzika për mua gjithmonë është në rand të parë. Po. Mirë, Jona, sigurisht kemi shumë çka që me folë edhe për muzikën, edhe për pianet, edhe për gjithë çka tjetër. Ke ndonjë festival ose ndonjë koncert ofër që tu përgatit për të ose diçka, apo qysh janë planet tash gjatë këtij viti? Njëherë për njëherë nuk jam as të një lajm për ndonjë festival të ri, por shpresoj që do të kemë në një festival tani. Sigurisht ka fundi vitit nisin edhe aktivitetet. Njëherë shkolla që sa ka nisë dhe tash derisa të adaptoni edhe të përshtatni edhe gjithë çka tjetër. E kam edhe një rubrik tjetër në kuadër të kësaj interviste. Një rubrik ku flasim edhe shohim se si mendon Jona për temat ndryshme, që kryesisht janë tema të ngjashme për secilin fëmijë që i realizoj këtu në studio. Fillimisht e nisi me një pyetje. Çka ke qef me u bo kur të rritesh përveç se këngëtare? Ke qef ndonjë pozitull të hecë, se shembull, ose diçka tillë? Po, përveç këngëtare që ta kem si hobi, unë dua të bëmë një mësuese. Edhe një mësuese muzikës apo një mësuese e përgjithshme? E përgjithshme. Mirë shumë, se thash mos edhe këtu po e zgjedh muzikën. Mirë shumë. Jona, nëse do ishe presidente e Kosovës, çka do të ndryshoje në Kosovë, ose çka do të shtoje? Qoftë për të mirë, ose qoftë ndonjë diçka që të pëlqen në Kosovë dhe që të e kishe ndryshu? Nëse do të isha presidente e Kosovës, unë do të bëja një ligj që të gjithë fëmijët të trajtohen njëjtë, sikur ata me sindrom Down, sikur të gjithë fëmijët në përgjithësi që mos të ndahen dhe të bëjnë çdo gjë së bashku. Mirë shumë. Diçka tjetër për shembull, a kishe ndryshuar në Kosovë? A ka diçka që të pëlqen edhe diçka që nuk të pëlqen? Jo, mua Kosova më pëlqen gjithçka sepse është atë dhe jo em. Po, mirë shumë. Po nëse do ishe kryetare e ndonjë qyteti, në këtë rast për shembull kryetare e Lipjanit. Qysh ishdok Lipjani sipas Jonës? Nëse do të isha kryetare e Lipjanit, unë do të bëja qytetin shumë të gjelbruar, do ta bëja një kopsht, po ashtu edhe shumë gjëra tjera. Po. Qysh kish me qenë një qytet ndoshta jo Lipjani, por një qytet imagjinativ, sipas Jonës. Çka kishe pas qef me pas ma shumë ai qytet? Ndërtesa të larta, shtëpi, gjelbrem, apo si është duk? Po, unë do të doja që të kishte më së pari shumë gjelbrem, të ishte ajri i pastër dhe shtëpi dhe ndërtesa të bukura. Po, mirë shumë. Po nëse do kishe mundësi të kishe një superfuqi, cila do ishte superfuqia që ti kishe pas qef me pas? Një superfuqi që unë do ta doja, do të ishte të dija ndjenjat e çdo njeriu. Pse kishe pas qef këtë superfuqi? Pse kishe pas qef me i ditë ndjenjat e çdo njeriu? Sepse kur të i kupton ndjenjat e një njeriu, ndoshta ai ka edhe një dëshirë ose diçka dhe të mund t'ja plotësoj atë dëshirë. Po, do një tjetër superfuqi shembull? Jo, diçka shembull tjetër. Veç këto. Me qenë e padukshme, me fluturu, me mujtë me kthy kohën ose diçka tillë? Po, edhe nëse do ta ktheja kohën, të ktheja në emocionet e mia të para, për shembull. Po, pra kishe pas qef më kthyn të kaluar me përjetu edhe një herë gjitha emocionet e tua të para. Po në të ardhmen, a kishe pas qef me ecë, me pa qysh ka me ndodh? Po, gjithashtu po. A kishe qenë kurreshtare me ditë kush ka me qenë Jona pas disa vitesh? Po, do të isha shumë kurreshtare ta dija. Si mendon që ka me qenë Jona pas 10 vitesh, për shembull? Një këngëtare, po ashtu edhe një mësuese. Po, mirë shumë. Jona sigurisht që bota e fëmijëve është me shumë ëndra, me shumë gjyra, princesha dhe gjithçka tjetër. Nëse do ishe një princeshë dhe do jetoje një jetë princeshash, si mendon që do ishte jeta jote? Ose çfarë ligje kishe vendos? Ose si kish duk kulla jote? Po, nëse do ta kisha kasollën time, do të ishte plot të lule dhe gjelbrem dhe çdo njeri do të ishte i lirë të hyrate. Po, mirë shumë. Nëse kishe mujtë me shpik diçka, çka kishe dash me shpik? Tani ne shohim që kemi shumë beturina dhe do ta shpikja një robot ku do t'i mbledhte të gjitha. Po, një robot që e kish pastru krejt vendin, s'kish pas beturina mua. Po, që ta kemi një Kosovë të pastër. Po, mirë shumë. Cilat janë ëndrat e tua, Jona? Cilat janë ëndrat që ndoshta sa herë nalesh mendon edhe i mendon ato edhe don me u realizu? Po, ëndra ime më e madhe, siç thash, është të bëhem një këngëtare, të jem këngëtarja preferuara e çdo fëmije. Po, mirë shumë. Ke shumë shoqëri? Po. Cilat janë raportet e tua me shoqërinë, Jona?
shoqëria ime gjithmonë janë krenar me mu, gjithmonë kanë qenë për krasit e me, dhe edhe unë kam raporte shumë të mira me ta. Po, çfarë tipi është Jona në përgjithësi? Po duket shumë e hapur, shumë pozitive, thash edhe para se me hynë në intervistë, po reflekton shumë energji të mirë sepse po e gjatë gjithë kohës buzëqesh. Po si është Jona jashtë kamerave në shtëpi shembull? Edhe në shtëpi jam një fëmijë i mirë, nuk bëj sherre, po ashtu edhe në shkollë jam një nxënëse e shkëlqyeshme. Mirë shumë. Kjo ka shumë rëndësi, që pavarësisht e ki pasion muzikën, shkollën mos me lënë anash, apo? Po. Mirë. Jona, përveç muzikës edhe si mësuese që e përmende, ke ndonjë pasion tjetër ose e sheh veten në ndonjë drejtim tjetër në të ardhmen? Po do të doja të bësh edhe vallëtare. Edhe vallëtare, në ndonjë ensemble apo do të valle popullore apo çfarë zhanri të valleve? Po, valle popullore do të doja. Mirë shumë. A ke gati ndonjë këngë të re të ëndër apo planifikon që së shpejti me shkru diçka ose me pru diçka për publikun? Po, unë po ashtë kam një këngë tjetër që quhet Zëri Em, që është e kompozuar nga profesor Nazme Aliu dhe teksti shkruar nga Aurora Bolaj. Po, të këtë qysh funksionan Jona? Dë bjen men me shkru diçka edhe e shkru në rasisht ato edhe e mba në fletore, apo planifikon me bo një këngë me një temë edhe qatë herulesh me shkru? Jo, unë e kam një fletore ku i shkruaj të gjitha tekstet e mia, po ashtu unë vetëm jam nisi diçka me shkru, dhe pastaj nëse vendosi e bëj këngë, nëse jo vetëm e lanë si poezi. A ke ndonjë ëndër që me botu ndonjë libër me poezi? Ose diçka tillë? Po, është një ëndër shumë e mirë të bëjmë të botoj një libër, pra, ku do të tregoj plot poezi për fëmijë. Po, shkrimin, a e ke të trashëguar nga dikush në familje, a shkruan edhe dikush tjetër, apo edhe ky është një pasion i ytë që e ke nisë e para në familje? Jo, kjo është një pasion që e kam nisur unë e para në familje. Po, mirë shumë. Çka shkruan për ditëshmëri, për shembull, çka të pëlqen me shkruajt? Shkruaj për shkollën, shkruaj për shoqërinë, për prindrit, për familjen. Mirë shumë. Jona, faleminderit shumë që ishe bashkë me neve. Unë nuk në aqa shumë, na e zbukurove studion, edhe na ëmbëlsove me krejt këtë energji tonë pozitive, edhe me këngët që i këndove shumë bukur. Të uroj shumë suksese dhe uroj që me qenë një ëllë në të ardhmen, edhe kur bosh ëllë mos me na haru, marrë prapë në intervista. Po, normal. Faleminderit dhe juve. Faleminderit shumë, Jona, knatësi.